Tregu i shërbimeve financiare në Shqipëri ka mbetur klasik edhe pse ndër vite ka pasur përpjekje për ta zhvilluar dhe rritur gamën e produkteve që ofron. Një nga degët e kësaj industrie që është e përhapur në mbar botën është faktoringu. Për ta bërë më të qartë, faktoringu është një formë ndihme për bizneset, duke i financuar këtyre të fundit faturat që nuk paguhen nga debitorët dhe duke ndjekur më pas në mënyrë të pavarur ekzekutimin e borxheve. Gjithashtu, një tjetër shërbim i faktoringut është ndihma për bizneset në vështirësi, që kanë pamundësi për shlyerjen e detyrimeve. Në dukje një ndihmë mjaft të madhe për bizneset. Për të futur këtë inovacion në Shqipëri, në vitin 2015 themeloi shoqëria Crimson Finance Fund Albania, me qëllim shërbimin e faktoringut dhe qiras financiare, që në terma ekspertësh quhet leasing. Kjo formë financimi ofrohet në rast kur një biznes ka nevojë për makineri ose pajisje pune, të cilat blihen nga institucioni financiar, që më pas ja jep me qira biznesit deri në shlyerjen e detyrimit dhe në fund asetet bëhen pjesë e biznesit. Krijimi i Crimson Finance Fund Albania u bë realitet nga disa institucione dhe shoqata, mes tyre edhe Bashkia e Tiranës. Aktorët themelues të Crimson Finance Fund Albania ishin Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Bashkia e Tiranës, Fondi Norvegjez i Investimeve për Vendet në Zhvillim dhe Crimson Capital Corp. Aksionet në këtë kompani zotëroheshin në masën 25% nga të gjithë themeluesit, të cilët kanë kontribuar për kapitalin fillestar 400.000 euro, shumë që më pas është rritur ndër vitet të operimit të Crimson Finance Fund Albania. Me kalimin e viteve, aksionerët në këtë institucion kanë ndryshuar pasi në vitin 2022 është larguar Fondi Norvegjez i Investimeve për Vendet në Zhvillim dhe aksionet e saj u blen nga Helenos, ndërkohë që tashmë nga institucioni mëm, Crimson Capital Corp, më shumë pesh ka emri se sa vlera e aksioneve, sepse nga 25% që zotronte në fillim, tashmë gëzon vetëm 3.8% të tyre. Mosvall kompania mëm nuk është e kënaqur me politikat që po ndjek Crimsoni në Shqipëri, ndaj ka vendosur që të ketë një pjesëmarrje më modeste. Megjithatë, le të vazhdojmë për ta kuptuar më mirë situatën. Bashkia e Tiranës, si ortake në këtë institucion financiar, sot gëzon 926.000 euro si kontribut në kapital, ndërsa Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim 1.1 milion euro. Këto shuma duhet të përmenden dhe janë të rëndësishme të mbahen mend, sepse janë para të taksapaguesve shqiptar dhe atyre amerikan që i sjellin në Shqipëri për projekte zhvillimi. Në vitet e para të operimit të Crimson Finance Fund Albania, një nga drejtuesit Eugen Lici është shprehur se ky institucion, për shkak të vetë natyrës së ortakëve, siç është Bashkia e Tiranës dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, nuk ka si qëllim fitimin, por ka si synim t'ju vinë në ndihmë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, duke krijuar vende të reja pune. Sigurisht që në tregun financiar bankar në Shqipëri ka dhe institucione të tjera financiare jo bankare, por Crimsoni për vetë natyrën e ortakëve partnerëve në shoqëri do jetë më i fokusuar drejt çështjes sociale se sa drejt bërjes së fitimit. Ideja e Crimsonit do jetë financimi për krijimin e vendeve të reja të punës. Por nëse do të analizonim punën një dekade të Crimson Finance Fund Albania, do të konstatonim separat për të ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme dhe për t'i dhënë hovë një tregu që të eliminonte problemet e debis që shkaktojnë ngërçe në ekonomi, nuk janë përdorur efektivisht për këtë qëllim. Në vitin e parë, shuma e dhënë nga ky institucion për të ndihmuar bizneset për vështirësitë në pagesa ishte 250.000 euro. Më pas, deri në vitin 2020, kjo shumë erdhi duke u rritur, ndërsa në vitet pasuese ul sërish dhe në vitin 2023 ishte 587.000 euro. Me pak fjalë, një pikuj në oqean krahasuar me nevojat reale të tregut. Por se sa sukses kanë pasur paratë financuara nga taksapaguesit për t'i ardhur në ndihmë bizneseve të vogla, mbetet për t'u interpretuar. Ajo që na bën të ngrem dyshime është ndryshimi i qëllimit të aktivitetit të Crimson Finance Fund Albania. Në dhjetor të vitit 2020, sipas një vendimi, institucioni financiar shton edhe aktivitetin e kredidhënies. Dhe me marrjen e licencës së re, portofoli i kredisë të Crimson Finance Fund Albania u rrit në mënyrë eksponenciale brenda 3 viteve. Që në vitin e parë të pajisjes me licencën e re, Crimson Finance Fund Albania dha 2.6 milion euro për kredi, shumë e cila më pas u rrit në 4.5 milion euro në 2022 dhe në 6.7 milion euro në fund të vitit 2023. Pra, u harrua faktoringu që ishte qëllimi primar i Crimson Finance Fund Albania. Mjafton të krahasohen shifrat me njëra tjetrën dhe rezulton se shuma e dhënë për kredi është shumë herë më e lartë se ajo për faktoring. Në princip,
ndërmarrjet publike kanë vetëm 2 synime: të ndihmojnë kategoritë vulnerabël që nuk kanë mbështetje në treg, siç ishte ky rast për stimulimin e bizneseve të vogla, dhe të veprojnë në tregje ku mallrat konsiderohen të domosdoshme, siç është energjia dhe uji, dhe që çmimet të mos rriten në mënyrë eksponenciale. Pra, qëllimi kurse si nuk është fitimi dhe as operimi në një treg që ka me 10 aktor dhe jep mbështetje me linja kredie për çdo individ dhe biznes, gjë që e kanë shprehur edhe vetë themeluesit e Crimsonit. Por nëse shohim kredit që ka dhënë ky institucion, do të kuptojmë se e ka humbur busullën dhe qëllimin. Për shembull, në vitin 2021, Crimson ka lidhur një kontratë kredie me një kompani me vlerë 36.000 euro për blerjen e një mjeti. Dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë mjet pune për t'i ardhur në ndihmë biznesit, por për një vetur luksoze e modelit BMW X5. Nga kjo kredi, Crimson Finance Fund Albania do të përfitonte 10.000 euro, duke çuar koston totale të saj në 46.000 euro. Megjithatë, problemi nuk qëndron tek shuma, por tek operacioni këtij institucioni nëpërmjet një kredie luksi, që është financuar me paratë e taksapaguesve shqiptar dhe amerikan. Me pak fjalë, paratë që mund të kishin shkuar për të ndihmuar biznesin në nevoja specifike, janë dhënë për të blerë një makinë që në fakt mund të asiguroj çdo lloj institucioni tjetër financiar, por jo Crimson që financohet nga fondet e qytetarëve. Ndërkohë, në një përgjigje për redaksin ton, Crimson Finance Fund Albania shprehet se financon edhe blerjen e automjeteve për klientët që ofrojnë shërbim taksi, automjete me qira, kamiona dhe autobuza për transport interurban apo ndërkombëtar, automjete për ndërmarrje që kryejnë distribucion, apo dhe automjete që përdoren për qëllime prezantimi ose takimi me klientët e tyre. Por në këtë rast nuk bëhet fjalë as për kamion apo taksi, por për një vetur luksoze me vlerë 40.000 euro që do të përdoren nga një kompani, e cila sipas Crimsoni do t'i krijonte një imazh më të mirë, edhe pse bëhet fjalë vetëm për një biznes të vogël. Por në këtë pikë, pesha e fajit nuk bie vetëm mbi Crimson Finance Fund Albania, por edhe mbi vetë themeluesit e tij dhe 2 ortakët më të rëndësishëm, Bashkia e Tiranës dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Përveç se zotrojnë një pjesë të aksioneve, këto 2 institucione kanë edhe përfaqësues të tyre në bordin drejtues të Crimson Finance Fund Albania, të cilët do të duhet të monitoronin për të mos lejuar të tilla abuzime. Por abuzimet me parat e shqiptarëve janë bërë kaq të zakonshme, saqë edhe kjo gjë është kaluar pa u vënë shumë re. Meqë Bashkia e Tiranës përfaqësohet në bordin drejtues të Crimson Finance Fund Albania, nga zonja Jonida Halili, ish nënkryetare e bashkisë dhe aktualisht sekretare e përgjithshme, ndoshta mund të jetë ajo që do të na thotë diçka për këto abuzime. Nga emisioni Pirania, do të bëj një pyetje për Crimson Finance Fund, duke qenë se jeni antare bordi dhe Bashkia e Tiranës ortake. A është normale për juve që kjo kompani të jap kredi për makina luksi? A ke një përgjigje? Jo, nuk kam një përgjigje. A ju duket normale që taksat të shpenzohen për makina luksi, objekte luksi? Të lutem. Zonja Lili, përfaqësuesja e bashkisë në Crimson Finance Fund Albania u mjaftua vetëm duke thirrur policin për të na nxjerrë jashtë dhe refuzoi të përballej me ne. Jo, sepse kemi ardhur të flasim me zonjën Halili. Kemi ardhur të flasim me zonjën Halili. Telefonin mund ta kërkoni në recepcion apo takimin e stuarit. Mund ta largon këtu shtëpinë e bashkisë. Jo. Mund ta largon këtu shtëpinë e bashkisë. Jo, nuk mund të largojmë, faleminderit. T'ja bëjmë pyetje edhe këtu më mirë zonjës Halili, nëse s'do të na dëgjoj. Zonja Halili, unë dëshiroja t'ju pyesja në lidhje me Crimson Finance Fund, ku Bashkia e Tiranës është ortake dhe ju jeni antare e bordit drejtues. Ky institucion financiar është krijuar për t'ju ardhur në ndihmë bizneseve të vogla dhe të mesme, por faktikisht ka filluar t'i jap kredi edhe për makina luksi. Nuk e di sa normali ju duket juve kjo gjë, e keni monitoruar juve si ortak, dhe është normale që Bashkia e Tiranës t'ja para nga taksapaguesit për të blerë makina luksi. Zonja Halili, po ju presim tek shkallët. Nuk është normale që juve të qëndroni fshehur në zyrë, edhe gazetarët i lini në pritje për 2 përgjigje shumë të thjeshta që mund të jepni. Përgjegjësinë tuaj duhet ta mbani, kështu që mund të dilni të flasim si qytetar. Nga zonja Halili që përfaqëson palën shqiptare në këtë institucion financiar, nuk morëm asnjë përgjigje. Ajo u mbyll në zyrën e saj duke e hermetizuar pozicionin e Bashkisë së Tiranës në këtë aferë. Si të kanë zakon,
Kuptohet. Por ndoshta amerikanët do të jenë më transparent, ndaj është momenti t'i pyesim. Ne kemi konstatuar që ka pasur rast kur Crimsoni ka dhënë kredi për të blerë një makinë luksoze. Dhe në natyrshëm na lind pyetja sa mund t'i shërbej një makinë luksoze, një biznesi të vogël, sepse Crimsoni është krijuar me idenë që t'ju vinë në ndihmë dhe të krijojë vende të reja pune. A mos ndoshta kemi të bëjmë këtu me një shpërdorim? Tani po ta shtrosh kështu, ti ke shumë drejt. Crimsoni është ngritur që të marrë një mision të vetin dhe në analizën që i bën bizneseve që aplikojnë te ai, ka ca kriteret veta të janë caktuar. Nuk ka të bëjë me as makineri, as makina, as produkte, as shërbime luksoze. Ka të bëjë me makineri, me produkte, me financime, të gjërave për cilat tregu ka nevojë. Pikërisht, edhe vetë zoti Mata e tha shumë sakt, për produkte që tregu ka nevojë. Dhe ne nuk besojmë se tregu ka ndonjë nevojë shumë të madhe për makinë luksoze. E ndjekim për një moment këtë fillim tuaj. Një biznes ka aplikuar te Crimson për një kredi dhe ka marrë në emër të kompanisë për qëllime pune. Ku është problemi? Crimsonia nuk duhet të ketë një filtr për personat që shkojnë aty dhe ju kërkojnë financim për... Patjetër që ka. Meqense ju thoni ka një filtr Crimsoni. Nesër pas nesër mund të shkojë një tjetër biznes, mund të kërkojë të blejë një Tesla sepse i duhet për biznesin e vet. Do të thotë që Crimsoni po ja jep direkt të kredin, le ta blej Teslën sepse i duhet për çështjet e biznesit. Nëse provon që i duhet për punë, absolutisht po. A nuk do të ishte më mirë që këto fonde që Crimsoni do të jepte për Teslën, BMW-n etj me radhë, ti mbante rezervë për diçka tjetër që mund të ishte shumë herë më nevojshme për një biznes tjetër, duke pasur parasysh dhe faktin që Crimsoni është një institucion financiar jo bankar që nuk ka depozita, ndryshe nga bankat që kanë depozita dhe që i kanë parat aty në gjendje. Do ishte më mirë që këto fonde Crimsoni mbante rezervë dhe t'ia jepte një biznesi tjetër që do kishte nevojë për pajisje, makineri, makina, kamiona, taksi etj me radhë. Ne si ADF kemi një politikë tonë për makinat e kompanisë që quajnë. Kemi 3 të tilla. Për shkak të portofolit madh projekteve, 85 projekteve brenda gjithë Shqipërisë. Politika e fondacionit është që nuk shkon të blejë Mercedesin, po shkon dhe të blejë makina të cilat plotësojnë 100% standardet ndërkombëtare të sigurisë, të konsumit, të gazrave. Tani unë nuk shkoj dot të blej një makinë 20 vjeçare, sepse ka vetëm ca rregulla të njëjta. Tani unë jam duke bler makinë luksoze apo jam duke bërë punën time. Ti e shtron mirë si merak, po ke përmbajtjen e merakut për mendimin ton gabim. Do me thënë, sipas zotit Mata, ne kemi të drejtë, por nga ana tjetër edhe nuk kemi të drejtë, sepse pyetjet tona nuk paskan përmbajtjen e duhur. Këto makinat luksoze ka shumë institucione të tjera financiare, jo bankare, siç është Crimsoni, që mund të financonin, dhe jo pikërisht Crimsoni, është një institucion që është themeluar dhe mbahet me taksat tona. Tani mendoj unë që nuk ka arsye pse taksat tona të shkojnë për të financuar makina luksoze, sepse po them. Nuk po falen. Ai po e paguan një. Po e paguan 1/1 dhe Crimsoni po fiton duke u bërë njësoj si institucionet e tjera financiare jo bankare, si Transit, Besa, Jute apo Mikrokredit. Gjë që do të thotë se ka humbur qëllimin e tij primar për të ndihmuar bizneset, duke e lënë pas dore faktoringun dhe duke u përqendruar te kredit. Ky treg nuk është gati që të marrë produkte faktoring. Do të thotë që s'është bërë studimi siç duhet para se të themelohej? Jo, është bërë studimi siç duhet. Dhe studimi është bërë që krahas faktoringut, Crimsoni, një lloj si tjerë, do jepte edhe produkte të tjera. Faktoringu është leasing. Faktoring dhe leasing është themeluar në fillim apo jo? Po. Pastaj në 2020 është marrë edhe licenca për kredi. Po erdhi jo ashtu siç po e thua ti. Si ka ardhur? Si rrjedhoi normale e rritjes së Crimson. Absolutisht ke të drejtë. Që po të kishte më shumë faktoring, më shumë do bënte. Po sa çka bër Crimsoni faktoring s'ka bër asnjë organizat tjetër jo financiare. E vazhdon të bëjë, po ka kërkesë. Po nuk ka, Lorena, nuk ka, do të thënë i bie të rish gjithë ditën në dyqan, të presësh faktoring edhe të mos të vi asnjëri, ose të vinë 2 veta. Ne duam të shtrojmë disa pyetje pas këtij sqarimi që na dha zoti Mata. Si ka mundësi që merren iniciativa të tilla ku investohen para të taksapaguesve shqiptar dhe amerikan në një fushë ku nuk ka treg? Dhe a duhet që këto para publike të financojnë blerjen e sendeve të luksit?